Bekri, emrin e ka në kuptimin xhamia e ta praktikojmë këtu ma thjesht e mjegull. Ja, kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sa ka qenë gjallë, namazet komplet tjera ti ka fal xhami. Mi po kjo ka po xhamia, tra konon se tam shprastin tek. Shprastin. Thuhet që në Bajramin e parë. Edhe Bajramet tjera, po me argumente më të çuditshme, Bajramin e parë edhe 14 e fundit tjetër vet, Bajramit i ka falë të çdo gjë. Krahas asaj në këtë vend edhe ka bëu duan për me roshi. Në këtë momentin kur ka bëu duan për rondën e shitës, ka bëu rregull dua. Atëherë paraqitën mbi Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që i ban hije. Ato të thonë ai ka marrë apo e njëjtin rol e ka edhe ajo atje. Se tash pjakon ketës vras, mirë po atje Ebu Bekri radiallahu anhu, kur ka qenë halife, udhëheqës i muslimanëve, ka thënë Pejgamberi sallallahu me ka fal Bajramin në qendër vend, jo mërën në xhami, edhe unë do e falë çati ku e ka fal pejgamberi. E ma që këtu ka fal pejgamberi, xhamat ka fal komplet ky vend, edhe Ebu Bekri ka fal në çik vend, vetëm pak më andej. Domethënë afërsia ka qenë domethënë shumë afër ku e ka fal. Krahas asaj thuhet që prej çiti vendi, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përgatitur ushtrinë, edhe mushtrinë e vet është nis për në luftën e Uhudit. Në vendi kështu janë përgatitur shtar, janë koordinuar punë, edhe janë nis për në luftën e Uhudit. Resulullah edhe delegacionet që kanë ardhur jashtë ndonjëherë, sa ka vënë hap kjo, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pranuar çit vend. Po ndyshe s'ka pas punë, ka qenë çelë kjo. Pa punë. Po në Osmandive rregullohet kjo xhami, edhe pse hopat e parë e banë Omar bin Abdulaziz kur thonë. Edhe e keni pasi i ka bën me kube të vogla. E ka me qëllim që duket sikur mjeku. Se edhe emrin e ka çfarë, domethënë edhe vetë kubja tregon se është xhamia. Mjeku apo mesjidi, tamam. Kjo është kuptoj. Kilometri ka një kontra Uhudit pikë që ka shku një kohë.